Miqtë e mi, mirëmbrëma, jeni sërish me emisionin e juaj First Minute. Sonte këtu me ju në studio e unë Antigona, me mua sonte është Kika dhe ju e shifni me tash në ekranin ton që sonte nuk jemi shumë të gëzuar sepse kemi një lajm të idhur për juve dhe për gjithë neve dhe për televizionin ton. Pra, sonte do të flasim për kujtimin e Nanushit. Ju me siguri keni pa edhe lajmet. Nanushi sot rreth orës 2 ka ndruar jetë këtu në spitalin e Prishtinës. Ne shikues të nderuar, ne sonte kemi sjellur tek ju një emision i cili i kushtohet një dëgjuese tonët, një shikuese të përshtatshëm që ka qenë jo vetëm në një emision, por në gjitha emisionet prezente. Ne do sjellim shumë kujtime nga jeta e vepra e saj, mirë po do sjellim edhe kujtime të cilat na vijnë këtu nga emisionet të cilat Nanushi ishte prezente. Mirë po, ne jemi ata të cilët sot edhe në vdekjen e saj mundohemi që të gjejmë fjalët sa më të mira që pra familja dhe gjithë ju të cilët e njohët Nanushin të keni emocionin e veçantë. Kemi telefonatën e parë nga shikuesi i parë që unë do të doja në fillim të këtij emisioni, meqense Nanushi ashtu edhe na ka lënë amanet, se fillimisht të shpreh ngushëllim gjithë familjarëve, familjes ngushtë, bashkëshortit, 2 djemve, nuseve, nipave, mesave, gjithë atyre të cilët e kanë pas të afërm edhe familjare. Unë du që mas pari na të ngojmë së bashku këngën të cilën Nanushi gjithmonë e ka kërkuar në këtë televizion edhe ka qenë kënga asaj kush dan let festan. Atëherë ne shikojmë së bashku. Pra jemi sërish së bashku, telefoni jonë është i hapur për të gjithë juve të cilët keni diçka të thoni për Nanushin dhe keni kujtime lidhur me Nanushin. Ne do t'i marrim telefonatat e juaja dhe ngushëllimet e juaja. Telefonatën e kemi në pritje, mirëmbrëma, kujt i themi? Mirëmbrëma. Antigona Kotori, mirëmbrëma dhe për Kreshnik Husaj. Përshëndetje edhe për ty Shukri. Antigona. Urna. Pra, në emën tim personal dhe në emën familjes Elkoseri, ju shprehin ngushëllime familjarëve të Nanushit, edhe juve të gjithë stafi televiziv, ju shprehin ngushëllime se ajo ka qenë bashkëpunëtore juja, si shdihet, njëherit ka qenë edhe debatuse, apo si me thonë, komunikuse e Firqenelit, apo të gjome? Ka qenë edhe mike personale e jona, ka ardhë këto shpesh, ka pru dhurata, ka pru amëlcina, na ka pru gjithë shka. Nanushi të më thonë, ishte si e dalune në komentet e saja, si pas temave që i paraqitni dhe i keni paraqit deri tash. Pra, faleminderit Shukri. Vdekja është urdhni i Zotit. Edhe ne ju shprehim ngushëllime edhe familjes Nanushit, edhe televizionit juaj. Nanushi edhe pse ka ndruar jetë, bota shqiptare nuk do ta harroj. Domethënë kanë qenë propozimet, lutjet e sajna, sugjerimet, edhe kritikat kanë qenë shumë dinitoze dhe me vend. Ju përshëndet Shukri Koceri nga Ferizaj. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për ju zoti Shukri. Nuk e di në faqen tonë të Facebookut, ndoshta kemi komente, na nuk e kemi marrë me veti asnjë laptop ose kompjuter. Gjithsesi për pak çaste do mundohemi që ta sjellim. Sigurojmë se jemi pak me emocion, besoj që na kuptoni. Unë kam vizituar Nanushin në javën e kaluar, ka qenë pak smut dhe nuk e besoja që do të ndodhte të kjo, sepse ka qenë një grua cila ka pas një fuqi dhe një energji të mbrëmshme. Një grua cila gjithmonë ka pas qef me qesh, me ndajt me shoqni. Kemi një tjetër telefonus. Ku që themi mirëmbrëma? Mirëmbrëma? Mirëmbrëma. Kush na thot mirëmbrëma? Mirëmbrëma? Mirëmbrëma. Kush na thot mirëmbrëma? Një person nga diaspora. Sonte kemi një emision i cili është kushtuar Nanushit, një shikuese jona të cilën ka ndruar jetë dhe ne kushtuam në disa emocione nga ky emision ku ishte shikuese jona e rregullt. Ju, si shikuesi joni, sigurisht që keni fjalët tuaja. Shpreh ngushëllime për familjen e sajna, për shamirët e sajna që e kam pas të shamirë, dhe e ka qenë Nanushe emisionit ju, bravo.
Mjaftë mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ngushëllime të gjithë shokëve, të gjithë familje, të dashurit. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, fjalët janë ato në të cilën në momente sikurse ky moment i cili ne na vijm me këtë emision, mirë po mund të themi se me fjalë mundohemi të zbusim dhëmbjen e shumë familjarëve dhe shumë miqve që i lënë anushim. Dhëmbja është aty ku është edhe fjala, mirë po që çdo herë duhet të jemi të fuqishëm dhe të jemi krenar, sepse ne në jetë njoftëm një nanush të fuqishme, një nanush që dha ide të saja pozitive për emisionin dhe për shikuesit të First Channel. Mirë po, nanush ishte edhe ajo që la kritikoj në momente kur ju dhe ne patëm nevojë për kritike si mendimin pozitiv, ashtu edhe mendimin negativ. Nanushi sot ndroi jetë, mirë po tek ne dhe tek ju la një gjurmë të veçantë si shikuese dhe si një dashamirë e veçantë e kombit të saj dhe që me idetë të saj dhe me mendimet e saj u mundua që të la gjurmë tek ne. Ne ju presim dhe kemi telefonatën. Kemi një tjetër telefonues, mi mrama kujt i themi? Badonca. Përshëndetje, Mbasa Halil. Përshëndetje bost. Në shmet? Valloj se të lajmë nuk e prita vetëm. Shka s'po ndoka. Mos mërzitni. Mos u mërzit as ti, Mbasa Halil. Jo, s'kem shumë për vdekës, s'kem ku më shku. Po paja ka vdek, jetë se në kanë rru se aj vepra kalon. Kalan vepra shumë, edhe kalan fjalë Me shumë. lon vepra dikosh. E lumja i lumi që le vepër të mirë, e jo të dy last. Është e vërtet. Ngushëllime familjes tonëve, e tonëve shqiptarëve ngushëllime, shka kanë desh si nanush. Mbasa Halil, jo keni njoftë edhe personalisht. Po, shumë mirë. A ke ndoj kujtim për nanushin? Kam kujtime shumë. Një kujtim që kishë mujtë me na e përshkru për gjithë shikuesit që po përcjellin First Channel tani, si Po sidomos. një kujtim të thëmë, Po. dvogël. Ishte në shpitame, e dërëm tani me një kafe, marrë të tu. Edhe, tha qëra balons. Tha lumi i vepër të mirë që le. Tha shtije para që ke lu vepër të mirë. Se në sy ka thonë nuk bënë qështu. Halil, faleminderit shumë. Faleminderit, Mbasa Halil. Natën e mirë. Faleminderit për inkuadrim, natën e mirë. Shikues të nderuar, unë e di se në këto momente është vështirë edhe të gjeni fjalët në cilat ju do i drejtoni familjarëve dhe miqve të nanushit. Mirë po, sadopak me fjalët e tuaja do të lehtësoni dhëmbjen për të dashurën tonë, e cila ndroi jetë, dhe sadopak me fjalët e tuaja do na sjellni kujtime të bukura që kishim për nanushin. Megjithatë, unë jam e obliguar që t'ju njoftoj për të gjithë ju të cilë doni me qenë pjesë të pamës në nanushit, ajo do të bëhet nesër prej mëngjesit në banesat e Hinta, i thojnë banesat e Shqipnisë, janë këtu në lagjen Lakrisht, pak pa shku të rrethi i madh që është ndalje për fushë Kosovë, në anën e djathtë janë disa banesat Hinta, aty poshtë në lokale do të tjetë pamja e nanushit, e cila do të varroset pas nesër. Gjithsesi, mirë se vini telefonata, kush janë? Ali Mrama. O, mi mrama, zonja Antigone, zëtri, ju si a djemin. Qazim, ma ka dole se po pisket shumë. Po, se di ashtu këmëtoni se us po pravaj me konë pak ma i but, po ashtu edhe pak kom emocione. Pra ju përshëndes juve stafin juve të gjithë të shikusit, veç mas ata mërgjimtarë tonë që mojnë gjallë këtë popullë. Ate pra ju shprej ngushëllime për nanushin familjes e saj të ngusht, po e të gjerë, po veçanërisht edhe juve stafin e juve televizorit, po edhe gjithë shqiptarë kudo që gjendën. Qazim, ju keni Ajo ka qenë një njeri shumë e afërt me njerëz, ka ditë me folë, ka ditë me sjellë, o konë
Po, kisha bo një pyetje, a ka derë shumë, a ka qenë shumë e smutë, nëse mundi më përgjithë. Nanushi ka pas, ka një kohë që ka qenë e smutë, Baca Qazim, ajo ja ka qenë një kohë ratë, ka një 2-3 muaj që ka qenë ratë, mirë po, une kur e kam vizitu nuk më ka doke dhe aq keq, me të kallëzu drejten, mirë po, sot më ka lajmëru që ka ndru jetë nga spitali i Prishtinës, këtu në Prishtinë. S'po di çka më të thonë, nuk ka pas një smundje specifike, por ka qenë smutë. Çka ti bësh, kështu e ka jeta? Po Nanushi ka qenë edhe re, Baca Qazim, 64 vjeçën. E di që ka qenë re, po unë lësh për thamë që televizionin e juve që kush lajmërohet ma i vjetër jam unë. Mirë po me barna, me gjithë me barna, me harna, si këtojmë një fjallë, unë ende po deri dikun për një vetë jo, shumë i dopë, për dalë për heti, për bisedem njerë. Deri ku ka thonë zotin nuk e di veç, edhe unë ku shkua ma në skaj jam. Baca Qazim, naturojmë ty shëndet edhe jetë gjatë, falimderojmë shumë për telefonatën. Faleminderit se juve gjithsesi se unë në gjithmonë dhe pa durim e priti këto momente kur po më ndaj petonën të i prantëve, po nuk e di ka një ditë, nuk po kinë të ashtam problemet e ju nuk e di se po në mëngojnë të ditë. Faleminderit shumë, Baca Qazim. Hajde, natër e mirë, zëtë mirë, gjithë shqiptarëve këtë që gjirën në botë, përse që është juve. Natër e mirë. Kështu e ka jeta, ndomje, edhe kujtime do të në mesin gjithmonë. Pleqë të thojnë që nuk bojmë kur gjonë këtë një, veç e mushim një kofer me kujtime. Une nuk e dhja jemi gati blokut parë publicitar, me gjithat, jo i kemi edhe disa minuta, do t'i presim telefonatat e juja. Një lule nga kopshti sot na shkoj, një lule nga kopshti sot na ikum. Mirë po, kjo lule la në vete një saksi të mbushur plot kujtime, një saksi të mbushur plot madhe dashuri për njerëz. E ky madhe dashuri u përshkrua më së shumti në emisionet tona dhe aty ku ishte prezent vetë fjala e Nanushin. Do ta shohim një pjesë kur Nanushi fol për lulet, me qenë se u lidhe me lulet. Atëherë shohim së bashku. Kamerat me veti me këqyr ku mi gjetë vendet, si shaj respekti, simbolve, që na pimjellim një lullë, tjertë ma tepra, që na një lullë. Po, ajo, unë e para ajo për ata minerë edhe muj mi thonë, edhe muj disa mi mbledh, muj, shumë letë është ajo. Kur do që të mund është Nanush, na ta japim kamerën me veti, e bojmë pak ma. Po, edhe Nanushi që ata me njëherë hitë spritoj, por me mirë lullë, edhe me këqyr lullet, edhe ta më ditë e kësha nejtë mi lullet. Që mi lullet? Mi lullet, tu i hek bari, tu i vadi, tu i prashi, tu këqyr, edhe që është për shala des me lullet bashkë. Jo, për që aja me lullet është mirë, thojnë lullat gjenetit, po Nanush, pse e përdorin poplë si shprej, thojnë, si është kërkajsh në lullat, ti që shpëthu më vona? Në lullat mirë është, se ashtë se kështë që është dushti merë, në lullat me lullat s'ka, unë e shpej kur ri, ndo këtë, tanë dimnin, vjetë ka ra borë, si vjetë s'ka ra. Bardë gjithë kënë, kur vishe ishe mene gjelbërt, mirë, si me i dikur në verë të doke. Pse folin gratë, jo veç gratë, po kushdo që rritë lula folin me lula, thojnë me folin me lula. Folin, gjithë cila qaj që i rritë fletë. E unë e folin. Shumë e kënë kodhë mija vëkër, më ka thonë me kënë po fletë. Unë e ulloj shado, janë gjithë shaqet që ka jam në ndoj që djali, jam i du. Na pyja. Knatësi ishte të ndëgjonim Nanushim duke folur, kjo ka qenë Nanushi jonë, Nanushi e televizionit, e cila ish kujdes për edhe detalet më të vogla me ju kallëzu të drejten, ajo e ka vrejt çdo ndryshim në skenën e secilit emision, e ka vrejt çdo frymarrje tonën, e ka ditë kur jene nervoz, ka ndodhur kur më ka thirrë në mes të emisionit e më ka thonë pse sot je shqetësume. Nanushi ka qenë një njeri me plot shpirt, një njeri i cili ka ditë mi ndje tjetrin edhe ka pas shumë dashuri për gjithë njerëzit. Me qenë se ishte emision i vështirë, unë do t'ju kërkoj falje edhe për shkëputjet të cilat do t'i kemi kohë pas kohë, unë tash po pres regjia më nalë shumë një këngë edhe do të kthehemi sërish në studio.
Miqtë e mi, jemi sërish së bashku këtu në emisionin tuaj, emisionin First Minute, emisioni cili është destinuar ekskluzivisht për juve dhe ju mund të bëheni pjesë e këtij emisioni gjithmonë duke na telefonuar në numrin tonë të telefonit 038 60 33 33, po ashtu edhe të na komentoni në faqen tonë të Facebookut, të cilës mjafton të ja bëni like dhe të komentoni në të është First Minute 20 minute dhe aty mund të komentoni, na do t'i lexojmë komentet e juaja. Meqense jemi te ky emision, ky është emisioni i parë në First Channel, emision i cili është transmetuar i pari në këto valë televizive dhe ka qenë prej fillimit të tij kontaktues me tema të ndryshme. Edhe një kuriozitet që ndoshta duhet ta zbuloj për gjithë juve të cilët jeni kyç më vonë në këtë emision, është që telefonuesi i parë në këtë emision ka qenë Nanushi, ajo e ndjera e cila sonte nuk është më me neve, na ka lënë, inshallah na ka lënë edhe uratën. Ne urojmë që çdo herë dëgjuesit tonë, shikuesit tonë të jenë pjesë e pandashme dhe në momente të tilla, siç është momenti i ndarjes nga jeta e Nanushit, bën pjesë dhe sa do pak me fjalët e tyre zbusin dhëmbjen e familjarëve, stafit tonë dhe gjithë ata që ndeshte Nanushin. Mirë po edhe në Facebook komentimet nuk kanë të ndalur dhe njerëzit që komentojnë dhe shprehin ngushëllimet për Nanushin janë ata shikuesit tonë, shikuesit të First Channelit. Nikita Akita ka thënë ta kujtoj me mall ngushëllimin e familjes dhe gjithë miqësisë së saj. Ndërsa shikuesja Lira Emra thotë ngushëllime për Nanushin, po e kuptoj kur ka qenë në Vala Mala Show, ngushëllime edhe për familjen e saj. Mirë po ne kemi edhe telefonatën, shohim se kush na ka telefonuar. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush na thot mirëmbrëma? Ajeti nga Gjermania. Ajet, siç e shef, sonte i kushtohemi veprës dhe jetës së Nanushit, e cila na la. Shumë çudi se Adi ka qenë Kosovë, se ke pëçë. Kur niva të televizion, i qëf, i let, i rrë në atë vjerë, në nëmë që në ka qenon e zgjede. Një ka qenë të revoluzi që pa një kua ka qenë smude, për më këtë gjyrë mërë, se që kërë dojnë në bume. Në nëmë që një të atë i gona, që ka nëmë ka qenë Masafi dhe ka qenë të ta ka shku në misër shpesh, e këra pojnë në të më bërë, se për shumë e këra përshëndet, për përshëndet i dalim dhe do në televizionin, pasajnë, vetëm për një ketër dhe t'i shprej ngushëllime familjes saj, të smërzitën, në nushë jeshte pavlekshme. Ajet, na thuaj disë... Në të më thonë këtë që nga thire, këta një shështë, e këtë por dhe kështu kështë, po që bëjeta kështë i dorë se kjo. Ajet, atë ka rami taku Nanushin e herë? Jo, kështu këmë po, me taku ju. Këmë bisedu në telefon, kështu me taku për së ku ju. Me të më botë rizën dhe këmë po në telefon me to. Faleminderit shumë e. Ai gjali vetë të dy që së më të dhe baba dhe nëmë. Falim shumë të informohet me ka donë se Së lekuar kebi kësë për që i këtë për këtë i kontonë në më shqetë më më të në nushi shumë së mundë. Faleminderit shumë Ajet, faleminderit për kontributin të. Ju është dhe për i sapi ju, ju shprej gushtime nga ona imi, edhe ju edhe faleminderit shumë. Natërë. Ishte Kyçazimi, telefonuesi jonë i rregullt nga Gjermania. Kik. Po, nuk kemi më nësaj përket rjetit tonë Facebookun, da jetin e fajmdrojnë për thjerën e ti të drejtë. Për ziva që thashme. Kyçazimi, mirë po, gjithsesi momentet e tilla edhe gabimet kuptohen, sepse fjalët vijnë nga emocionet që në vijnë nga zemra. 64 vjeçare Nanushin ala. Mirë po, për 64 vjet, ajo mund themi se me jetën e First Channelit ndajti emocionet pa haruara për të. Sidomos në musafirin e emisioni i Vala Mala Show, që drejtohet nga drejtori jonë dhe shumë emisione tjera, Nanushi mbetet e paharueshme. Për Nanushin ishin të paharueshme edhe datëlindjet e stafit ton, ku ajo përkujdes që jo vetëm në datëlindje që të sjell dhurata, mirë po edhe në çaste të këndshme dhe të pakëndshme, siç e tha edhe Antigona,
telefonoj, pyeti kolegët tonë se si janë, si kaluan ditën. Ajo ka pas bile iniciativë dhe telefonus të rregullt, të cilë telefonojnë rregullisht në këtë emision, i ka bashku, i ka ofru, janë bë bashkë, kanë kalu vikendet bashkë, kur kanë ardhur prej diaspore, kanë qenë musafirët e saj, Nanushi ka qenë një anvise për kryme, gjellët e Nanushit kanë qenë të veçanta, ka pas një sens të veçantë edhe për shijen, edhe për dekorin, edhe për të bukurën. Nanushi ka qenë shumë e gëzume kur në jena duk bukur, gjithmonë ka pas komplimente për neve. Nanushi nuk ishte Nanush vetëm për neve, mirë po ishte Nanush për gjithë ata të cilët përcollën First Channel dhe emisionin First Minute. Si që tha dhe Antigona, Nanushi ishte telefonusja parë, e cila hapi telefonatat e para të këtij emisioni First Minute, dhe që ne me kujtim të gjatë, sa do që do të ekzistoj First Minute, do të ekzistoj edhe telefonuesja jon e paharueshme, po tashmë e ndjer Nanushi. Është vërtet e zorë që të sjellim tek ju këto fjalë, mirë po për një njeri dhe një shikuese siç është Nanushi, fjalët vinë vetë, sepse Nanushi mbetet kujtim i paharueshëm dhe i pandarshëm i televizionit First Channel, sado që ai të ecë, emisioni First Minute që ekziston vetëm për juve, ka historinë e vet, sepse telefonuesja e parë ishte shikuesja jon, Nanushi. Po ashtu dumet kallëzu kiki edhe ty se ti s'ke qenë atëherë këtu, por Nanushi ka fillu me telefonata fillimisht, ka qenë e veçantë, ka pas një zau pak më të shterun edhe gjithmonë telefonata asaj ka qenë interesante sepse ajo ka pas humor, se cilin temë e ka kthy ka humori, i ka jap një konotacion pak më gazmor se cilës gjë. Edhe jemi taku, ajo fillimisht ka kërku më ardhë dhe na i kena thënë që mundet më ardhë. Herën e parë kur ka ardhë në objektet tona e ka pas një shesher, edhe ne na mahonit të gjithë kur e kena pas, sa bukur u dukte, çfarë stili, sa zoj, edhe takimet mas ne kanë qenë pak më të shpeshta. Një moment caktum kur Valoni ka dash me bo emisionin e vetë natës, unë e kom pas një ide, kemi ardhur dakord me Valonin që Nanushi me qenë pjesë ati debati duke përfaqësuar zonin e popullit edhe atë se çka populli në fakt është duke menuar, na kemi vlerësuar që ajo mund të jetë njëra prej njerëzve të cilët kanë qenë më objektiv, kanë qenë më pozitiv në temat tona edhe unë e kom thirrë në telefon, kam thënë du mu taku se kam diçka me të propozu. Ka qenë e çuditshme që ajo ka pas guximin me bo gjithçka. Kishte një guxim që ndoshta i ka mungu femrave tjera. Po nuk ka qenë vetëm atë, ajo ka pas edhe moshën, po nuk ka hezituar me thënë po, vetëm që t'i ndihmoj këtij televizioni edhe vetëm që ta jap një frym tjetër edhe një mendim më ndryshe. Edhe ka thënë nuk u di a mujon me dalë në televizion, a diun me dalë, më kam thënë që ti duhesh me qenë origjinale ajo që je, edhe ajo ka pranuar, kujtohen emocionet e saj para se hinte në skenë, kujtohen fjalët e saj, më kujtohen i ka ardhur një herë mirë gjithmonë. Ka qenë një zojë e vërtet. Shikuesit çdo herë janë ata të cilët mundohen që me ne të sjellin edhe ngushëllimet e tyre, mirë po në fanpage të First Minute ata kanë shkruar: dhëmbje e madhe për të gjithë. Nëna shqiptare është shembulli në gjithë botën. Ngushëllimi për familjen dhe gjithë miqtë e saj. Por kem një kritik, a ka mundësi ky emision të mos ketë reklama? Faleminderit për mirëkuptim. Naza, emocionet të cilën na sjellin neve si prezantues, sidomos që duhet që në këtë emision kohën që ne shkëpusim për ndalje dhe emocionet tona. Naza, si do që tjetë, Nanushi nuk do të kishte dasht me qa as unë, as te, as kërkush. Nanushi ka pas qef që na me qenë gëzushëm. Reklamat janë pjesë e këtij emisioni, unë të falenderoj gjithsesi për sugjerimin të. Iliri nga Feriza i shpreh ngushëllim me familjes së Nanushit, faleminderit shumë, ndërsa unë ju bëj thirrje gjithë juve që të shkruani tek fanpage jon First Channel dhe shprehni ngushëllimet, sepse ngushëllimet janë ato të cilat lehtësojnë dhëmbjen jo vetëm të familjarëve, mirë po gjithë atyre të cilët
janë sot zishëm për Nanushin. Ju thash se Nanushi nuk është vetëm e familjarëve. Nanushi është i gjithë atyre të cilët ndjekën emisionet tona dhe ishin pjesë e emisionet tona. Nanushi ishte, siç e tha dhe Gona, vetë zë i popullit, sepse ishte zëri më i fuqishëm i një gruaja për mbrojtjen e të interesave popullore. Unë do bëja një pyetje apo do bëja një kthes, një kujtim Gonës. Gona, na kujto fjalët kur Nanushi erdhi dhe tha, Gon, pse je mërzitur sot? Gon, pse të kam sot? Gon, shumë bukur sot? Ajo ka qenë, nuk na ka pa vetëm si prezentuese, na ka pa pak ma thellë. Aja ka ditë kur unë jam e mërzitur diçka, edhe më ka njoftë nga zani edhe më pa thirrë. Pa marrë parasysh a është inkuadruar në emision apo jo, sepse kohëve të fundit aja ka qenë pak keq më shnet edhe nuk ka mujt mu inkuadruar në çdo emision. Thuja se e la atë punë fare, po sa herë që isha unë në keq ose isha me një breng timen të cilën nuk e vreshin, thuja se as familjarët e mi në kamera, Nanushi ka qenë aja e cila ka qenë e pa mundun, e pa unë në telefon që o të më thirë, edhe në pauza kur dilshim në marketing, e thërsha çka ke pse e mërzit? I thësha, ku pëdin ti që o mërzitën? Unë e ta shof sy që si i ke. Që për shembull tash e kam pas djalin smut ose çikën smut ose kam pas një telashe kështu ose ashtu, po ka pas shumë telepati, ka pas shumë ndjenjë për tjerët edhe Nanushi s'ka ditë me tha një fjalë të keqe për kërkon. Ka qenë e pamundur që ajo ka gjetë arsyetim gjithmonë për të gjithë. Çaste gëzimi ka ofruar çdo herë Nanushi. Na tregon disa çaste gëzimi që ka sjell këtu, jashtë kamerave, këtu tek ekipi jon televiziv. Për shembull me një ditëlindje të First Channel, ajo nuk ka mujt marrë se ka qenë pa qef. Na nuk kemi ditë kur gjë, kemi qenë të punu, të nejt, veç kur ka taksisti dhe ka për një tort gjigante. Edhe tha, më ka çu Nanushi. Më kanë qenë befasit e saja. Ose për shembull, kena qenë të xhiru vitin e ri, na kur e xhirojmë vitin e ri, punojmë me javë, pa dalë për këto, më shkojmë shpeve shmula, edhe me bojnë si gjë, me bojmë edhe këto. Ajo çuna ka bo një tavë me dheut kështu të madhe, me tavë me perime edhe me mish, edhe na ka pru gjellën gati, këtu me buke, me pije, me gjitha, sepse e dinte që jena të xhiru edhe që s'kena kohë me dalë me hangër, hajmë senet kështu të qytetit të Spleskavicë, kësi sene, edhe ajo është kujdes gjithmonë për gjithçka, thëmë ka qenë pa mundun, që ajo mos mi vrejt çdo detalj që ka ndodhur këtu në televizion. Bile në takimin tim të fundit që e pata me te, nuk kalam për kënd pa më vetë, për gjithë më ka vetë. Si ishte Albertina, si ishte kjo, çka u të bo kjo, për gjithë në veçantim ka vetë. Unë i kam dhënë përgjigje, edhe më ka premtu që sa po të bëjmë ma mirë do të vinë të të na me nejt, vike rrike, thuja se një gjysmë, gjithë mazditjen rrike me neve, që të na punojshim ajo veç rrike, edhe ka pas gjithmonë në dëshirën me shatë kongën teme. Sa që na me një festivale pa të majtë një vit këtu, e të na në televizion është majtë Ziko Zhurma Show, edhe na televizioni jonë ja dha çmimin për kongën më të mirë, ose kongën më të transmetume, ja dha Teuta Selimit edhe kongës, kur dan let feston pas kongës, cilën Nanushi e ka preferu. Edhe na kemi lëshu shumë shpesh, ka qenë konga saj, Nanushi më zvete i ka lanë 2 djemë, blerimin edhe bashkimin, të cilë të ka ndashtë shumë nënën e vetë. Posa që ishtë blerimi ka qenë shumë i lidhën me te, edhe është, besoj, ta shpresim që a i të vinë, sepse është në Londër, a i do të vinë që të vorroset Nanushi. Kështu pra, jeta i ka këtë gjana, është mirë kur njeriu mas vetës lem kujtime të mira. Shikues të pandarshëm të emisionit First Channel. E ka pas një veçanti, për shembull kur kena pas tema sporti, e Nanushi nuk ka ditë hiç as pak se çka me thanë, e ka pas që i thirke këta teknikët, i thirke në mra pasken, në teknikët e i thonte, o për kënd me thonë në për Barcelonën e për Realin, kalzom një mu, për kënd me thonë se unë s'po di. U doftemi kalzuna, se që ka me thonë, e mëse thirët u lejmëron të live edhe e thonë të ato që ka i thojshim na.
Nanushi ka qenë plot gëzim, plot jetë. Na do të shkojmë, besoj që edhe ju ndiheni si unë, po edhe unë kam nevojë, mi thonë Nanushit, me na falë për gjithë shka. Edhe për gjitha gabimet që i kena bo, nëse i kena bo pa vetë dije. Edhe në këtë moment lusë gentën që të më lëshojnë kongën me falë. Jemi sërisht këtu së bashku në studion e juaj, pra në First Minute, emision i minutave të parë të ditës në vim, ditë kjo e cila na ka sjell pikëllim. Ju tashmë e dini, e keni kuptuar, sepse është ndarë nga jeta Nanushi, një shikuese e rregullt të emisionit tonë, po ashtu ka qenë pjesë e disa showve tona. Nanushi e cila me pamja e të cilës do të bëhet sot, gjatë ditës e sot, nga mëngjesi, këtu në Prishtinë, në lagjen Lakrisht, të banesat e Hinta, i thojmë banesat e Shqipërisë, janë pak para rrethit të madh që shkon për fush Kosovë. Komente kemi në fanpage, në First Minute, dhe Gjevahire Musliu dhe Sabria nga Frizaje thonë shpreh ngushëllime familjes Nanushit, inshallah Zoti në xhenet. Përshëndetje nga Suhareka, ngushëllime për Nanushin e mos u mërzitni, bani gajret, ndërsa vazhdojmë me Njazi Sahitollin, ju shpreh ngushëllime për juve, stafin tuaj dhe familjes së Nanushit, po si kaloj ajo dhe vepra e saj janë kujtimi më i mirë në botë dhe jeton çdo herë në zemrat tona. Ngushëllime për familjen dhe juve nga Njazi Sahitolli. Ndërsa kemi edhe ngushëllimin e radhës, Agni Hysena i thot, më dhimbje mora lajmin se ka ndru jetë Nanushi, ju shpreh ngushëllimet juve dhe familjes së Nanushit. Faleminderit gjithë juve të cilët na shkruani në fanpage e sidomos në një emision të tillë, i cili i kushtohet veprës së Nanushit, njërës ndër telefonuesit tona, njërës ndër shikuesit tona të rregullt të emisioneve tona dhe që shikues të nderuar. Jeni ju ata të cilët na mbani të fuqishëm, mirë po që ne asnjëherë nuk harrojmë. Edhe në momente të gëzimit dhe të hidhrimit, jemi na që qëndrojmë me juve, mirë po jeni ju ata që na bëni krenar që ju patëm dhe ju kemi si shikues. Neve na bën krenar çdo herë Nanushi dhe emri Nanush mbetet çdo herë prezent tek zemrat tona, sidomos tek ata të cilët Nanushi deshti shumë, që ishin prezantuesit dhe drejtuesit të televizionit tonë. Me qenë se jemi të kujtimet e Nanushit, unë do të lus regjin që ta gjejnë videon kur Nanushi ka pas ditëlindjen, ta shohim dhe ta kujtojmë sërish. Kujdi, e femna jo, të femna që të gjana ma pak janë. I kisha lutë për pak qëtësia në e karëzhia se jeni të nga bo zhurëm? O, është të ndodhë dhe shkanë, ha? Në bëvasi që s'ko mujtë me paramendu, e më ndesh shumë. Fërë qara, një djetë kësha. Nanush masi na ki uru të e para ditëlindjen edhe të televizionit edhe na dashtëm sonte me ta bo një... Falendesh shumë. Me ta bo për kështë vajzat e ekipit, kanë thonë që Nanushi ka ditëlindjen... Vajzat e mija. Edhe duhet me ja uru ditëlindjen. Shumë falem. Musëm ka, që ka Të dvjatë se bashko, Nanush. A, dhe bashk. Oh, moj Nanush, o plak Nanush për këtë farë.
Ade. Nanush, edhe 100 tjera, zbashku me familjen tënde, zbashku me gjithë neve. Faleminderit. I gëzosh edhe Edhe ju shumë e shumë të tjera. Sonte edhe Nanushit pak po ja festojmë ditëlindjen, faktikisht po festojmë ditëlindjen e gjithëve. Po, zotëri Valon, edhe piknisht për ata thira. Jo, faleminderit shumë. Për gjithë përshëndetjet. Me gjitha të mirat. Ishim pra këto momentet të gëzueshme për neve dhe për Nanushin, për një ditëlindje të saj, këtu në First Channel. Gjithsesi, unë du me thonë se Nanushi nuk ka qenë njoftun vetëm për neve, ka pas shumë shok edhe shumë miq në të në antë, dhe thuajse në gjitha institucionet, gjithë edhe taksistat e ka njoft me emnin Nanush. Mirëmbrëma, kujt i themi? Mirëmbrëma. Përshëndetje zonjë, nga po na telefonon? Nga Gjiloni. Edhe herë? Nga Gjiloni. Nga Gjiloni, mirë se erdhe, si ke emrin? Nusrete. Ju falenderoj shumë për nderimin e Nanushit, edhe ngushëllime krejtve juve dhe neve. Faleminderit, e keni diçka Nanushin? Jo, se kemi kur gjo pa vetë që e njohmi kështu edhe tash nita se ka ndru jetë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Zoti ju dhash shëndet edhe juve. Ne kemi edhe komentimet të cilat na vinë në fanpage në First Channel, ndërsa kemi kështu tek First Minute, cili është edhe fanpage jonë të nderuar shikues, ngushëllime për zonën e rënd Nanushin. Ajo ishte shumë e qartë, konstruktive, drejt për drejt dhe shumë e sinqertë. Andaj pranoni edhe ngushëllimet tona të sinqerta nga komuniteti shqiptar në kryeqendrën evropiane Bruksel, thonë, engjujt nuk jetojnë në tokë, prehu e qetë atje në parajzën në qiell. Nanush, mbahuni të fortë. Faleminderit shumë, faleminderit të përzemërt nga edhe për neve, për të gjithë juve atje në Bruksel. Mirëmbrëma, kujt i themi? Mirëmbrëma. Përshëndetje zotëri, nga po na telefonon? Agnia nga Ferizoj. Agni, si je? Ju apo lodhe? Jo, nuk po lodhe, mirë. Mrena, faleminderit shumë. Nanushit. Faleminderit shumë, Agni. Dhimbja është për një nësë të Kosovare. Kujtohet edhe që nuk është për me zgjatë sonte. Vitin 2000, një predikant sërbë. Dhe bosha do pritja të qështës. Tha luftën Kosovë e ka fitu nëna shqiptare. I vërtet. Është dhimbje madhe, e vajsh për litë me shqiptene. Faleminderit Agni, faleminderit fjalët e bukura dhe fjalët e ngushëllimit. Nanushi ka qenë një person me të vërtet nuk ka ditë mu i dhnu me kërkan. A përshet tash këta... Nuk e kam njërë personalisht, vetë po nga se misionit ju, do po... A din këta shikus ka njerë që pse po më shanë këë, pse po më shanë këë, pse po më shanë këë. A përdin, ajo kur njetë nuk është i dhnu me kërkan. Ka qenë shumë pozitive. Dhimbje po, qëka të bëjmë? Qëka të bëjmë, jeta ka kështu. Çdo lindje ka prendimin e vetë, unë të falimderoj Agni që je pjesë e këtij emisioni, gjithsesi të falimderoj për ngushëllimet tuaja. Jo e sukses këtij kolegu tanë, hera poshtë që shoh në emision. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Kemi komentet e radhës, thotë, jam Mesa e Nanushit. Faleminderit gjithëve për ngushëllimet e juaja, gjithmonë do të mbetni në zemrat tona Nanushi, Turkane, Recepi. Ngushtime për familjen e Nanushit, ngushtime juve aty në studio, ngushtime edhe e teleshikuesve. Nanush, u prefsh në faqe, me respekt, kikmili. Faleminderit shumë ju që na shkruani, kemi telefonatën e radhës. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Ju faleminderoj shumë që keni kushtuar për Nanushin, shumë. Faleminderit edhe juve, kush jeni? Unë jam Fatos e një fi Nanushit. Fatos, ngushëllimet tona të përzemërta. Shumë faleminderit, se s'kam së më folje. E kuptojmë, do t'i ndajmë dhimbjet së bashku. Faleminderit edhe ty që na telefonove, përshëndesim ty edhe familjen tonë. Inshallah ju ka lanë uratën Nanushi, ajo do donte që ju t'jeni të fortë,
të përballoni këto, të vazhdoni jetën dhe të bëni suksesshëm ashtu si ajo ju ka dashur. Edhe unë i uroj këtë lëshikus që thirrin për në nushet. Faleminderit fatos shumë. Faleminderit fatos shumë. Faleminderit shumë. Lotët janë ato të cilët njeriu shpreh emocionet e tij. Mirë po, ato lot për fatosin dhe mbar familjarët e nanushit duhet të jenë edhe ngaherë lot emocioni, sepse me ato lot ata duhet ndihen krenar, sepse lanë një person i cili mbetet person i pandashëm për zemrat e tyre. Njeriu me trup vdes, mirë po me zemër dhe në mendje qëndron çdo herë një kujtim i patretur në mendjen tonë dhe në kujtimet tona. Pra për fatosin edhe për zonjën e cila na shkruaj në Facebook që të thotë që është Mesa, meqense unë nuk e kuptova. Po Mesa. Unë e lut regjin që të kemi pamjet e nanushit kohë pas kohe, kemi edhe një tjetër video të cilën do ta prezantojmë për juve mas që ta marrim edhe këtë telefonatë, besoj që është në pritje Genta. Okej, atëherë po shkojmë me një video tjetër për nanushin. Gjithë ma mirë me votu na femna së do mas vetë, me votu për femnat. Për vetë vetë po fitojmë, po votojmë. Ti për kanë voton për shemë? Mësë më ka zë për parti kështu, po a ki votu ti vetë për femën? Po normal, që votoj... Ma shumë ju bojmë na se ju neve. Na për na thasë me ju ndroni, pak e qëni bilim një dhomë për ta, na që atë non stop 24 ju këqyrëm. Kur dulin jashi, bagi dhe më Ka thonë bacadem ati, me s'fel palidhe se Kosova së është e juja. Kur do me mësu një e gjinët në nush? Alla unë e gjuhën ma para, mas parë njerin digje që qysh po flasin, tani qka po flasin. A njëherë qysh po flasin? Pa njerin digje qysh po flasin. Që do këtë ka herë me gishta që ta përzin? A i s'mikon ata gishta. Shumë me rëbojnë dhe të unë vetë i kom në gurbet. A dim pre... E s'di unë, e di e ti. Në nush i ka një pjesë madhe të familjes në Angli. Ti s'pas ka neve me thonë di e ti, se për dishe vetë gjuhën. Bravo. Në nushin e përgëzej shumë. Andert. Për lukun, për dukjen. Kush është për kujdes në nush sonë? O, unë e gjithë vetë. E shnet një urej. Po Po konë të shka pas qef një farë gripje kish pas po. O, e kom shu shkellëm, zdo unë e gripa, veç 30-40. Jo, dash me ditë, po shdo në Gjermoni mu bo, lës shkana tjena nuk përdojmë si Gjermonia mu bo, po na jenë Gjermon vetë. Po sperujmë Gjermonin tonë e venin tonë. Na qështu jem. Neve në kam thonë si Zvicër në nush. Qëfar më të na, as Amerika, tonë ma mirë jem na se krejt. Krejt venit e kom shetit. Kur ma mirë se në Kosovë s'kom pa. Miqtë e mi, kjo ishte nanushi jonë, fjallët e saja gjithmonë emocionuse, sidomos në këtë natë të sotme, në të cilën na po akujtojmë atë dhe të akujtojmë sa tjetjeta, njështë lajnë gjumë në jetët tona, lajnë vepra, lajnë fjallë, na nuk do të ishim kur gjohë mos të kishte qenë fjalla, fjallë është ajo që ngushllon, fjallë është ajo që shëron. Fjallë është ajo që jep shpirtë dhe jep se cilit sen frymën. Unë ju falemderoj gjithsesi të gjithë juve të cilët në telefonuat, pres që të me telefononi dhe ju të tjerë të cilët keni mbetur pa telefonate, pa më Hajdinin i cili ishte po ashtu pjesë një emision, një pjesë e videos këtu në këtë emision të cilën e transmetuam, pjesë të emisionit të cilën e transmetuam, gjithsesi po shkojmë, më duket se e kom pregadit vetëm edhe një këngë për nanushin, shkojmë me Gence Liun edhe një këngë për fund, do ta lojmë atë që ta përshëndesim për fund, po i afrohemi edhe fundit të këtij emisioni. Unë paralajmëroj që ky emision nuk do të zgjas zakonisht sa zgjat deri në orën 2, do të zgjas vetëm deri atëherë sa ju të keni çka të thoni për nanushin. Atëherë ne, së bashku me regjinë, sillim tek ju një këngë të radhës se kemi përgatitur për këtë emision, ndërsa ju ftoj që të keni edhe pak minuta për shpreh ngushtrimet e juaja dhe fjalët e juaja për nanushin.
Miqtë e mi, jemi sërish së bashku këtu në First Minute emision i ju, emisioni destinuar ekskluzivisht për juve dhe ju mund të bëheni pjesë e këtij emisioni duke na telefonuar në numrin tonë të telefonit 033 60 33 33. Po ashtu të komentoni në faqen tonë të Facebookut, e cila është First Minute 20 minute. Mund t'ja bëni like edhe të komentoni, po edhe nëse nuk ja bëni like, prapë mund të komentoni. Sonte pa flasim prapë për një temë e cila është pikëlluese, është e dhimbshme, mirë po është pjesë e jetës, është një proces biologjik të cilën do ta kalojmë dhe të gjithë jemi për atë rrugë. Ishte një natë e cila i kushtohet një njeriu të cilin na ka kushtuar neve shumë net, na ka kushtuar neve shumë telefonata, shumë përpjekje që ky televizion të ndërtohet dhe ky emision të ekzistojë. Ishte një natë e veçantë për një zonjë të veçantë, për një nën, për një gjyshe, për një motër, për një hall, për një grua e cila ka bërë shumë për të gjithë neve. Unë kam një telefonues në linje, më mbrëma kujt i themi. Përshëndetje. Ale më mbrëma kujt i themi? Më mbrëma. Kush na thot më mbrëma? Përshëndetje Antigon. Pranon një plak në Kadrenica, pranon një ngushëllimet e mia. Një plak në Kadrenica. Mu në vjetë keqe nuk e kom njëfë në nushin për para, po që sonte edhe pse njëfta me vënes që shtë jetë, hallat e jetës, po mbesim pa i njëfë njëfë se mëlaj, kështu që edhe pse me vënes sa do kuda jam i luntun që njëfësa me një person të ashte të mirë se që ka egzistuar. Faleminderit shumë zotrin. Kësha po veqa dy fjallë, më vjenë kesh në ashta nuk po di me folë, veç më të regu, kush ka qenë Nanushi, veç me në 3 fjallë nëse mundi. Nanushi ka qenë Melihat Jusufi, ka qenë një anvise, një zonjë thjesht, e cila ka dashur shumë këtë televizion, e cila ka pas një mendim shumë pozitiv për gjithçka. Ka qenë një nan, një motër, një grua e cila ka pas gjithmonë çka më thënë. Me i fjalë ka qenë vetë bota e femrës shqiptare. Natën e mirë, ndërsa unë... Qenë se është duke ndëgju nga televizioni, nuk është mirë që të në ndëgjoni për mes televizionit, duhet të në ndëgjoni për mes receptorit të telefonit. Fatime Regjepi, motra e Nanushit, sjell të fjalë. Mimrëma jam motra Nanushit. Falenderit stafit e First Channel dhe gjithëve për ngushtrimet ndaj motrës time. Do me mungon gjithë në zemër dhe të kem, sa t'jem gjallë. Faleminderit dhe njëherë të gjithëve për ngushtrimet. Faleminderit Fatime Regjepi. Ngushtrime dhe për ty, zonja Fatime, Nanushi ju preft në paq, kurse juve ju pas lën uraten. Mirëmbrëma, kujt i themi? Mirëmbrëma Antigona edhe shokut tonë dhe të. Faleminderit shumë, zonjë, kush je? Suzi për Gjilone. A, Suzi, si je? Mirë po kalome, faleminderit ju. Qeni, si po kalone? Qena, nëson të jemi mërzit, me siguri e mërzit edhe ti? Po, se pak më herët e kishë pash, tana nuk mujta me thirën, i shprejdhe në ngushlimet e mija, gjithë juve dhe familjarve të Nanushet, se po, e kom dëgju, e kom shumë herë, dhe jo një herë, edhe kom pa në televizion normal, edhe mu merë, ashtu më dhëmt edhe mua, u preft në parajs, ishala familjen e ka shëndosh edhe ngushlimet e mija. Suzi, po du me ta boj pytje. Urna. Edhe ti e prishikuesve të parë ti televizioni? Po. A ka pas njëri që se ka dashur Nanushin? Nuk di Antigon me përmendimin tim jo, se o kon tamam Nanush për gjithë, o kon shumë gruje mirë, shumë gojamël, shumë mirë ka fol, me drejtësi, me gjitha. Suzi, do bëja dhe unë një pyetje. Sigurno. The se ke përcjell në vazhdimisht emisionin First Minute. A na kujton neve dhe gjithë shikuesit disa fjalë të ëmbla që Nanushi ju drejtohej juve dhe neve? Po, si të them, ajo gjithë një kur ka folën
i ka përshëndet, pa marrë parasysh se kush ka qenë atë, edhe ju ka dhonë shpresë, vetëm se punoni, muzikën mos mandalni, i ka pas theksume do kongë, i ka shprejat në lefin e sojna, qefin e sojna, dashurin e sojna me gjithë juve atë, edhe me dëgjus, e me shikus, e ketë, i ka pas ato fjallë shumë të mla. I ka pas edhe hije? Më të flasëm për hije që është kona atë, edhe gjithë një ka këshyrë me të mësu, me të eduku, me të zonë do fjallë të mira, si non, si për gjithë krejtë. Gjithësësi, falimderi shumë Suzi. Përshëndetje për ty, për gjithë familjen tonë në Kilani. Po, falimderi. Kur ka ndodhë? Ka ndodhë sot rreth orës 2. Po, edhe një ngushlimet e mija, edhe kalofshi mirë, një natë normal që shumë Faleminderit shumë, Suzi. Edhe natën e mirë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, numri jon po qëndron ende i hapur në 038 60 33 33 dhe në fanpage në First Minute ka mbetur edhe pak minuta deri në fund të këtij emisioni kushtuar special, mund të themi, shikuesës son të parë, telefonuesës son të parë të këtij emisioni First Minute. Neve na kanë mbetur sonte të ndajmë lotët tonë, mirë po mund të themi se janë edhe kujtimet ato që na mbajnë të fuqishëm, sepse Gonës para pak ditëve para se Nanushi ndronte jetë, në takimin që Gona pat, në vizitën që Gona i bëri Nanushit, ajo ja një amanet dhe i tha Gonë, edhe nëse vdes, një mision ma kushta mua. Gonë, shikosit duan të atin se gjendja e Nanushit kur ti ishe, mund të themi që ishe në vedije. Jo, ishte në vedije, thuja se të plot, kishte marak dinte për gjithë, ka pas një nevoj të mërëndshme që shprehej. Jo vetëm të shprehej, ta tregon ta dashni që kishte për tanë, për gjithë. Ka qenë tepër e dopt kur e kom taku unë, thuja se pa levishme, në të kohë kanë qenë edhe nipërit aty edhe djemt, bile atë natë ka lujt komtarja që kam qenë në mi taku, edhe më tha, i këtha ti shko këqyre lojen, mos rri me mu, i thash jo Nanushën, du më nejtë me ty, nejta edhe pak, derisa me të vërtet u lodhe dhe shkoj në gjumë, unë nejta, mës një shkova, edhe ishta i takimi jemi fundit me te, edhe me të në fjallë të saja se nuk ka dita ja më kërku, nuk ka thanë bënë me mision, po më ka thanë a keni me më kujtu. Unë i kam thanë që do të kujtojme dhe atë me shumë dashuri dhe me shumë qef, po i kam thanë që nuk është të reni një hera atë, ti nuk e ke kohën ala për më shku. Po, ajo u dorëzu, Nanushi sonte i ka më pëshu dhimt, Nanushi sonte është më paqë, edhe e besoj që për ta vjen një jetë tjetër, pa neve, po një jetë e besoj e mirë. Me fjalët Nanushi iku edhe pa e shiua pensionin e vetë që për një vjetë nuk e pat atë nderë që ta mërë dhe pensionin se një grua. Aja ka qenë njëri që e ka dash tjetër në shumë, aja ka qenë njëri që ka pas qef me dalë, me nejtë me shoqni, me bu muhabete. Nanushi ka qenë shumë afërt, ka pas shok polet, ka pas... Nuk ka pas njeri në Prishtinë që se ka njoftë Nanushin, gjithë e ka njoftë. Nuk e di sa ishtë ora. Ora në studion tonë shënon 1:20 minuta, unë do të sjellja dhe disa ngushtime që na kanë ardhur në First Minute këtu në fanpage. Uka Leo thot ngushtime për Nanushin. Gjithmonë kemi me kujtu, faleminderit shumë. Uka, ndërsa unë jo them të ndëruar shikues se ne po afrohemi dal nga dal të fundi këtij emisioni që sonte. Fatkeqësisht nuk e pritshim kështu. Fatkeqësisht me Gonën mendonim tjetër temë, mendonim tjetër çka që sjellej, mirë po që erdhem në situatën të tillë ku Gona konfirmoi dhe lajmin se Nanushi ka ndruar jetë dhe neve erdhem këtu për të sjellur gjithë juve, miq, shok, dashamirë,
njerëz të cilët ndahet mendime me Nanushin që Nanushi fatkeqësisht më nuk jeton. Mirë po, ne mbesim besnikët e pandarshëm edhe të juajt, mirë po edhe në memorien e Nanushit që First Channel do të qëndron çdo herë besnik i juajin. Mirë po, unë them se ne do të jemi ata që do mundohemi të cilëm gjitha temat të juaja. Nanushi ishte prezent në çdo lloj teme, si se tha dhe Gona, sikurse ato sportive, edukative, politike. Mirë po, edhe ju jeni ata që për hir të veprës, jetës dhe shoqërisë mbi gjitha që Nanushi krijoi me juve, borxh dhe obligim, keni që shprehni ngushëllime. Mirë po, shpirtnisht, obligim shpirtëror, e kemi që nesër t'i dhejmë lamtumir në fundit Nanushit me një shkuarje tek varezat ku Nanushi do qetëson trupin e saj të përhershëm, edhe që me lamtumir në fundit ne me lot në sy, mirë po me një kujtim të bardhë dhe të shëndosh, kujtojmë që ne humbëm një mike, mirë po që vepra, fjala dhe jeta e saj mbesin çdo herë në memorjet tona. Miqtë e mi, kështu pra, do të më falni që unë sonte nuk do të shojtë në fund këtë emision. Gjithsesi unë ju falenderoj të gjithë juve të cilët të bëhet pjesë të këtij emisioni, shpreh ngushëllime dhe fjalë të bukura për Nanushin, shfrytëzoj rastin edhe një herë që të shpreh ngushëllime familjes Jusufi, bashkëshortit, dy djemve, bashkimit edhe blerimit, nuseve, nipave, mesave dhe gjithë familjarëve edhe të afërmëve të dashurve të saj. Ngushëllime të përzemërta nga unë edhe nga stafi i First Channel. Gjithsesi, me çka do doja ta mbyllja këtë emision, jam të kërkuar kryqe 1 orë gjys. Do doja që t'ju them që jeta ka fillim edhe fund. Më rëndësi ka shumë vepra. Nanushit sonte i kemi pushu dhimbt. Nanush u prefsh në paqe dhe bëna halal. Natën e mirë. Bashk, miru takofshim në emisione tjera.